طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vazhdimi tek mjekësia pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimahullahu ta'ala, kemi arritur tek kallam sheqeri. Pastaj do të futemi tek rukjet. Sheqeri është një artikull relativisht i ri. Nuk ka qenë kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sheqer, kështu në formën sikur na që kemi sheqerin, s'ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që nuk përmendet madje as nuk njihej nga brezat e hershëm. Thot, kjo shpjegon përse ata nuk kanë folur për rolin e tij në llojet e ndryshme të pijeve apo të barnave. Mirë, po kanë folur për mjaltin. Dhe mjalti normalisht e ka atë shijen e ëmbël, apo kallam sheqeri është i nxehtë edhe i lagësht. Na ju kemi trajtuar vllazni më herët që pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka hongër diçka i ka bashkëdyzu dy ushqime. Një e ka marrë të nxehtë, një e ka marrë të ftoftë. Për mos me pas probleme me shëndetin. Cila është më rasti konkret, Habib, që e ka hongër me hurmën edhe kastravicin? Shpesh mendoja më herët, shumë vite më herët, pse bash Resuli alayhi salatu wassalam e ka përdor, subhanallah, tranguj kastravec me hurma. S'pe kap logjika, po, logjikisht s'pe kap. Po. Subhanallah. Tranguj çka janë? Të ftoftë. Si artikull, si frut. Mirë po, hurma çka është? Është e nxehtë. Është të ftoftë edhe. Ose e thatë dhe e lëngshme. Dhe për organizmin është mirë. E jo veç nxehtë me përdor, sepse e dëmton organizmin. E jo veç të ftoftë me përdor, se e dëmton organizmin. Të dyat mi bo bashk. Dhe Resuli alayhi salatu wassalam para 15 shekujve këtë mjekësinë ka tregu. Subhanallah. Thot, ai ndihmon në qetësimin e kollës, eliminon lëngjet e tepërta në trup, që ky kallam sheqeri. Thot, prostat dhe krahëror, ai është laksativ. Laksativ me dal nevoje. Domethënë nëse përdor sheqer, del nevoje, apo. Edhe thot, nga ana tjetër kallam sheqeri shkakton të vjella, është diuretik. Diuretik është me dal nevoje të vogël. Shtin me dal nevojë të vogël. Dhe thot nxit prodhimin e spermës. Afan ibn Muslim el-Saggari ka thënë, kush thith një kallam sheqer pas buke do të ndihet mirë gjatë gjithë ditës. Kallam sheqeri i zier zbut fytin dhe krahërorin, megjithatë ai shkakton gazra në bark, të cilat mund të shmangen nëse kallam sheqerin e çeron dhe e lan me ujë të nxehtë përpara konsumimit. Vllazni, nuk do të thonë që kallam sheqer mos me përdori që thënë disa heq mos me përdori. Jo, se ka nevojë njeriu për sheqer. Ka nevojë për sheqer, edhe pse sheqerin e përdor edhe nëpërmjet frutave të ndryshme, janë ato sheqernat që natyrale. Sheqeri është i nxehtë dhe i lagësht. Lloji më i mirë është sheqeri i bardhë, sidomos kur ka kaluar një farë kohë pas prodhimit. Sheqeri i zier dhe i skremuar shuan etjen dhe qetësot thot kollin. Disa njerëz pëlqejnë kallam sheqerin më tepër se sa mjaltin. Thot sepse nuk është aq i nxehtë sa mjalti dhe nga që është më i lehtë për stomakun. Por ky qëndrim nuk është tot i drejtë, pasi dihet që mjalti është më i dobishëm se sa kallam sheqeri. Normalisht në tekstet sheriatike është përmendur mjalti, e dini rastin kur një person ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka treguar që kam probleme me bark, i ka thonë përdor mjalt, 2-3 herë i ka thonë, derisa në fund i ka thonë po të rran lukthi, po të rran barki. Sepse mjalti është kurues i lukthit tënd me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ki diçka tjetër vllai jam, s'ki me lukt problemi ti, sepse mjalta është kurues apo shërues. E si mund të krahasohen vlerat e mjaltit me ato të kallam sheqerit? Mjalti jep shëndet, stomakut zbut procesin natyral dhe forcon shikimin, po ashtu i pastron edhe zort, lufton krimat e sidomos sot shkenca apo ata që mirë me punën e mjaltës kanë thonë që është mirë me ujë të vakt, me tret, sepse nuk tretet mirë në lukt kur është i trash. E kur ta përzin me ujë të vakët,
atë normalisht tretet më mirë dhe resorbohet, absorbohet, thithet më mirë nga zorët. Po ashtu, me pak fjalë, nuk ka sen tjetër që të jetë më i dobishëm për trupin se sa mjalti, qoftë si ushqim, ailat, qoftë edhe si përbërës apo konservues i barnave në përgjithësi, madje duke qenë njëkohësisht edhe forcues i stomakut, nga mjalti vijnë shumë përfitime e si mund të përqaset ai me kallam sheqerin, i cili në fakt nuk ka asnjë grim të vlerave që përmban mjalti. Bokur. Tash një çështje tjetër, shkrimet. Keni një disa sene rreth rukjeve që në transmituar nga ulemaja e hershme, që ju sot i thonin të ndalohen ato, apo? Rreth disa shkrimeve që i kanë bë ulemaja, që e kanë leju ulemaja në për trupat e njerëzve. Të ka dhim të dhomi, kanë thonë lejohet me shkruajt filan ajetin kuranor. Këto i kanë leju një pjesë e ulemave të selefit. Rukjet për ethat. Këto janë të libri Ibn al-Qayyim al-Jawziyut. Nuk po e tham unë, po është e libri Ibn al-Qayyimit. Nuk është ndaj dietar që burimet nuk i ka të sakta. Ebu Abdullah, Imam Ahmedi, mori vesh se unë po vuaja nga ethet. Prandaj dërgoj në rukje për mua, që lexon të kështu. Me emrin e Allahut, mëshirëplotit. Me emrin e Allahut dhe duke u mbështetur tek Allahu. Ne, Allahu tham, o zjarr, bëj ftov dhe i sigurt për Ibrahimin. Ata synonin t'i bënin keq atij, por ne i bëm ata dështakët më të mëdhenje. Me çeta jetë e ka godit ethet. Me çeta jetë i ka godit ethet. Njëjtën gjë e ka përmend edhe Imam Ahmeti për çështjen e etheve. Me cilën ajet? Ne Allahu tham, o zjarr, bëhu i ftoft. Zjarr është. A është temperatura zjarr? O zjarr, bëhu i ftoft. O Allah Zoti i Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit, shëroje këtë person nëpërmjet kësaj rukje me fuqinë, forcën dhe pushtetin tënd. Përsëri El Mirwazi Rafanse Abu Ja'far Muhammad ibn Ali u pyet për mbajtjen e rukjeve të shkruara dhe u përgjigj të shkruara. Thot, nëse ato janë pjesë nga libri i Allahut ose nga ndonjë hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka gjë të keqe me shkruajt. Me shkruajt, me qit në ujë, apo edhe ti pastaj me epi. Disa prej ulemave të hershëm e kanë leju. A i dini që Hazreti Aisha radiallahu anha ka leju edhe me qitë hajmalia me fjallë të Allahut azza wa jall. A dini nuska. Ama sot ulemajt thënë ato është jenë ndalume. Aisha e ka leju. Pse jenë ndalume? Sepse mund me qu në drejtim të shirkut me thonë vetë ju këtë mbron. Dhe kjo është rrezik pastaj. Pastaj thot një rukje për shtatzanin e vështirë. S'kan pas atëherë vllazni ilaçe që i kemi na sot, apo sot leto ai ki din që ky ilaç është për çto, me rukje në shëru. Ka pas rast ulemaj kanë shkuar në Mekë, kanë shkuar në Çabe, kanë pas probleme, veç dy sene kanë pas. Fatihan edhe Zemzemin. S'ka pas kur gjë tjetër. Me çato janë shëru. Mbështetja e madhe. Do me lena Allahut ki me bo ti mbështetjen e madhe kur s'ki kur gjë tjetër. Të ka dhim të adhomit, çka ki me bo? E pish Zemzemin me gjithë zemër e bëjsh atë dua. I shpërthen qijet, i shpërthen ajo duaja jote. Thot sa Abdullah i biri Ahmetit i ka thënë që i ati shkruante rukje mbi një objekt të pastër, thot. Për gratë që kishin 7 zënë me probleme. Në rukja e shkruante pikërisht hadithin e përcjell nga Ibn Abasi. Nuk ka të adhurur tjetër me të drejtë, me merit përveç Allahut, falësit dhe mëshirueshit, absolut, të gjitha lavdrimet i takojnë Allahut Zotit Arshit Madhështor, të gjitha falënderimet i takojnë Allahut Zotit Botrave, sot e Fatiha. Ditën kur ta shohin atë, do të duket sikur kanë qëndruar në dynjë veç se një pasdite ose një mëngjes. Po ashtu, ajetin tjetër e shkruan, ditën kur do të shohin atë ndëshkim që është premtuar atyre, ato, do më thonë, atyre do të duket sikur nuk kanë qëndruar më shumë se 1 orë ose 1 ditë. Dhe thot, kjo shpallje e qartë, kush do të shkatërrohet tjetër përveç popullit pa bindur El Halali, e tregon përsëri se një burr ka shku te Imam Ahmeti. Edhe ka pyet, edhe i luti të shkruante për një rukje. Për gruan e vet që kishte 2 ditë dhimbje të lindjes, 2 ditë dhimbje të lindjes. Edhe i luti Imam Ahmetin me shkruaj diçka që mi kalu kjo lutje. Mi kalu kjo problem. Imam Ahmeti kërkoi burrit të sillte një tas të gjerë
me pak shafran, dhe thot dhe shkoj rukje për grua në fjalë. Ai tregon gjithashtu se Imam Ahmeti e ka bërë këtë rukje për shumë njerëz të tjerë. Më thonë, e ka pas mendimin që lejohet të gjëra, po. Ikrime ka rrëfyer se Ibn Abbasi ka thënë, njëherë Isau i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një lope që po vuante shumë në lindje. Nuk kishte probleme të mëdha, po vuante gjatë lindjes apo të lopa tha, o fjalë e Allahut, duke i drejtuar Isaut alayhi salam. Se normalisht pejgambert e Allahut i dinë dhe mund me komunikua, apo i dinë ato dhimbjet që i kanë kafshët. Ja mundson Allahu azza wa jall. Lutë Allahun të më çliroj nga këto vuajtje që po heq. E ai tha, o krijuesi shpirtit nga një tjetër shpirt që sjell në jetë një shpirt, brenda një tjetër shpirti çliroj atë. Pas kësaj lopa e lindi të voglën e saj dhe njëherë filloi ta nuhas. Atëherë Ibn Abbas ta kështu kur gruaja kalon në lindje të vështirë, shkruajeni këtë lutje. Shkruajeni këtë lutje. Këto rukje që po përmendim janë vërtet të dobishme me lejen e Allahut. Shumë dietar nga brezi selefëve kanë lejuar që njeriu të shkruajë Kur'an pjesë nga ai dhe pastaj ta pi ujin e tij. Ta pi ujin e tij, ku është futur sendi me të cilën janë shkruar ajetet si ilaçi për smundje. Me marrë një letër, me shkruajt ajetet, me fut në ujë edhe me pi. Këtë thënë zban, apo? O gjithashtu. Mirë po ka fjalë të selefit. Na duhet mi trajtu këto, edhe duhet mi kallëzu që kur ti njini pi tjerëve, me thonë që ka valla fjalë. E tash sa i praktikojmë, nësa si praktikojmë, na lypim me argument. Këta kanë thonë që lejohet. Një rukje tjetër për gruan shtatzane. Në një poqe të pastër shkruan këto ajete. Suratul Inshikak, ajeti 1 deri në 4. Për shtatzanat. Thot kur qiellit qahet, për kiametin është fjala, duke dëgjuar Zotin e vet, siç e ka për detyrë kur toka të sheshohet, rënimi maleve, dhe të flak atë që ka brenda të zbrazet. Pastaj gruaja shtatzan piu nga kjo poqe, ndërsa një pjesë e hedhë mbi bark. Kështu e kanë lejuar një pjesë e ulemave. Rukje për gjakderdhje nga hundët. Nëse të rjedhin gjak prej hundës. Në këtë rast Ibn Tejmije tash, jo Imam Ahmedi, por Sheikhul Islam Ibn Tejmije këtë ajet shkruante këtë ajet mbi ballë. Këtë ajet e shkruante mbi ballë. Mos u çuditni kur nim disa fjalë të sufive dërfishve që shkruajnë të zërës edhe këta kanë argumente. Argumente po thon prej, se nuk është kjo argument, kjo është fjalë e selefit. Po si argumente more. Ibn Tejmija shkruante këtë ajet mbi ballë dhe pastaj u tha, o tokë, që po përputhet. O tokë, thithe ujin tënd dhe ti, o qiell, mbaje shiun tënd, mbaje shiun, mbaje gjakin. E uju detyrua ti nënshtrohej, kurse vendimi i Zotit u kry. Edhe u ndërprej gjakderdhja. Thot, unë madje e kam dëgjuar atë Ibn Tejmijen të tregoj se e ka shkruar atë ajet për njerëz të tjerë dhe ata janë shëruar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ibn Tejmija gjithashtu ka thënë, nuk lejohet që ta shkruash atë ajet me gjakun që del nga hundët. Me gjak s'lejohet me shkruajt ajetet kuranore. Siç bëjnë disa ignorantë, sepse gjaku është i papastër, kështu që është e ndaluar të shkruhet me fjalën e Allahut. Një ndërhyrje, ata që janë sihirbaza, me gjakun e menstruacionit grave, shkruajnë ajetul kursin dhe bëjnë sihir. Vetëm me nënçmu fjalën e Allahut azza wa jall. Sepse ajo është i fllëqët. Gjaku menstrual është i fllëqët. Gjaku si gjak, zbën e lemo gjaku menstrual. Merë letrën edhe shkruan ajetul kursin. Ose i shkruan ajetet mrapsht. Vetëm, ose kemi nina që tham me një ders të kalum, që thëshin tek një, ma herët, plakat, nëse dën burri me dasht, veç të gjakin menstrual qitja, thët në ushqim në tahan, edhe në kafe, ose këdin, po, edhe burri ka me dasht, s'ka me shku mas tjerave. Se burri po shkën mas tjerave, e t'ja qesim në gjakin menstrual, se mujnë me marrë dikush Allah i në rujta, po këtu shumica kreti ngojnë besimtar dirset e nuk e ngojnë nëj gjahil nëj sen, se nuk bën mi dhona shembujt, apo shkaku se shejtani mund mi mashtru. Apo.
Pastaj thot zgjidhje tjetër për gjakderdhjen nga hundët, gjakderdhjen. Dëshmohet se njëherë profeti Musa veshi një rrobë të sipërme dhe doli jashtë. Ndërkohë, ati filloi të dilte gjak prej hundëve. Kështu që ai si zgjidhje zuri hundën me dorë a me rrobë. Kjo nuk ka në ndalesë në kontekstin se ose e qisish dorën në hundë, ose fucish diçka, edhe sot asaj dite e bëjnë, nuk ka problem. Rukje për mykun lëkur. Në këtë rast shkruhet, pastaj atë e përfshin një ciklon i ashpër dhe e zhduk. Rukje tjetër për mykun lëkur, kur dielli bëhet i verdh, shkruhet ky ajet. Suratul Hadid, ajeti 28. O ju i thartë e librit, që besuat Musajnë e Isaun, ruajeni Allah dhe besoni të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ai do t'ju dhuroj pjesë të dy fisht nga mëshira vet, do t'ju jap dritë me ndihmën e së cilës do të esni dhe do t'ju fal Allah është falës. Po ashtu rukje për ethet 3 ditore në 3 copa letrash të ndara nga njëra tjetra shkruan. Me emrin e Allahut ajo po largohet, me emrin e Allahut ajo është nënshtruar, me emrin e Allahut ajo po shuhet. Më pas në secilin ditë duhet të gëlltisësh njërin copë të letrës me pak ujë. Këtu hala ma tepër edhe me gëlltit, edhe letrën me gëlltit. Më fut mrena. Disa rukjegji vllazni, a di çka kanë bo? Pejgamberi sa thot me një hadith thot që shejtani sillet në përend të gjakut, apo kanë marrë ujin, i kanë fry ajete kuranore, kanë marrë shpricin, e kanë gre edhe e kanë fut në enet e gjakut. Përvoj. A ka në ndalis? Pejgamberi alayhis salam çaj u ka thonë? Kallzoni rrugët e juja, nëse s'kan shirk, nëse s'kan bestytni, vazhdoni. Me qëtë hadith është qelni derë shumë e gjërë që s'pëndalet tash. Se cili si pas kokës vekt shpik gjëra dhe mjete që me ndonë si janë sakta. Apo bëj shirku në këtu jo. Hadithi pejgamberi sa po thot që shejtani sillet në përend të gjakut. E birë, masi po silles në të gjakut, tash unë ta qes ujin bashkë me Kur'an e djek mrenda në trupin e filonit. A është e logjikshme? Po, e logjikshme është. Dysa këta ulema tjerë e kanë leju edhe mi hongër letrat. Rukje për shiatikun. Shkruaj me emrin e Allahut, po për shiatikun kun fol para një periudhe, një kohë, para disa mujve kun fol, para një vjetë më dogot, një vjetë e gjysë kur pesho e këshin marrë do që po shesin kështu këto dhjamena si ligjeratën teme ma këshin qitë aty. Tu fitu pare me ligjeratën teme. Së dhja geni po? Tipat. Bile me marrë lejo vlo, me thonë am lejot biznes me pjesën teme të ligjeratës aty. Shkruaj me emrin e Allahut, o Allah, Zoti gjithë shkaje, Zotërusi gjithë shkaje dhe kryusi gjithë shkaje, ti më ke kryuar mua dhe nervin i shiatik. Mos jep atij pushtet mbi mua, e mos më lejo mua që ta pres atë. Më shëro mua plotësisht dhe ma zhduk smundjen, askush tjetër nuk shëron përveç teje. Rukje për hemoragjinë e jashtme. Hemoragji është gjakderdhje jashtme. Tirmidhiu sjell prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu se pejgamberi sa i mësonte ata të këndonin rukjen e mëposhtme kundër ethjeve dhe dhembjeve të ndryshme. Me emrin e Allahut, më të madhit, unë kërkoj mbrojtje ndërmjet Allahut gjithë pushtetshmin nga keqja e hemorragjisë së jashtme dhe nga keqja e nxehtësisë së zjarrit. Kjo dua nuk ka asnjë gjë të keqe. Rukje për dhembjen, për dhimbjen e dhëmbit, që është e tmerrshme. Dhimbja e dhëmbit është e tmerrshme. Mos me bina ilaç, mos vet. Shkruaj në faqen që është më afër vendit që dhemb. Shkruaj ku po dhemb. Kne këto poshtë nalt shkruaj. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, është ai që e ka krijuar për ju shqisën e të dëgjuarit, të shikuarit syrit, të kuptuarit zemrën sa pak po falenderoni, ose tash ajetin e shkruni, ati përket gjithë shka që gjendet në natë dhe në ditë, e aje është gjithë dëgjusi dhe i gjithë ditori Suratul An'am, ajeti 6. Ku me shkrujt ato kretë? Njërë.
Rukje për të thatët, edhe krytëm. Shkruaj këto fjalë e vendosim mbi të thatën që banin afër lukë dikon. Ata të pyesin sure, sot të ajetin 105-106. Ata të pyesin ty për malet. Thuaj Zoti im do të shpërthej ato e do t'i bëj pluhur, pastaj ai do t'i kthej ato si fusha të rrafshëta. Qëllimi është, normalisht qëllimi dihet për çka është, por se ti e bën për shkak të thatit në lukth. Deri në takimin e radhës me kërpudhat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.